e kushtetutës. E treta, dhe kjo është politike, do të hapte një sherr në Partinë Socialiste me pasoja nukleare. E katërta, dhe kjo është për Tiranën, do të afusë kryeqytetin në një krizë qeverisje. E pesta, dhe kjo vlen për të gjithë, do ta vendosë Shqipërinë në një krizë, ndërkohë që vëmendja e qeverisë duket se është diku tjetër te procesi i integrimit. Sot në Komision të Ligjeve, Partia Demokratike ka mbështetur zyrtarisht Qendrimin Juridik të Erion Veliajt. Nuk ishte për herë të parë, por e bën komisionin më të rëndësishëm kuvendit dhe në mënyrë formale nga Ort Bylikbashi, sigurisht merr një rëndësi tjetër, merr rëndësi politike. Partia Demokratike është në drejtë e saj për dorë të përplaset Veliaj me vetët dhe institucionet. Këtë do ta bënte çdo opozitë kur sheh hallakatje të brendshme tek kundërshtari. Edhe pse po sot gjykata e lartë për Veliajn ka marrë vendimin thuajse përfundimtar që plotson dëshirën disa vjeçare të PD-s për ta lënë atë në burg. Kuptohet politika nuk është profesioni perfekt i moralit, por sigurisht ha debat arsyeja ende e paqartë pse opozita do që të lirohet nga burgu, njeriu që quhen korruptuar dhe në nz fajtor edhe për shpalljen non grata të Sali Berishës. Debati ka dhe pyetje tjera. A do ketë zgjedhje në Tiranë, por a do ketë zgjedhje me PD-n apo pa? Pse pa? E para se nuk është hera e parë që PD mund bojkotojë zgjedhjet. E dyta pasi ndërkohë vazhdon paqartësia e emrave të saj. Takimet vazhdojnë, por nuk duket akoma dritë në fund të tunelit. As te formati dhe as te emrat. Ndërkohë që Berisha është jashtë, duket se së paku në negociata po mbizotron fryma e matematikës. Një opozitë që ribashkohet, së paku numra bëhet e konkurrueshme. Ç'është mbetet e fryma? Dhe me kthimjen e doktorit nga Strasburgu dihet mbizotron fryma e tij. Dhe fryma e Berishës përjashtoi vitin 2011 për Tiranën ka qenë gjithmonë ajo një betejë të fortë politike, ku nuk ka rëndësi numri votave, por ka rëndësi fryma heroike e humbjes. Dhe ndërkohë opozita tjetër, ajo mes dy bloqeve të mëdha që deri dje duke sigur smerte frym, tani duket e lehtësuar. Për këto do flasim sonte. Sikla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Rrësor, me mua sonde në program, janë Erlin Qori, drejtuesi Lëvizjes Bashkë, mirëmbrëma Erlin, tani si të kemi sërish program. Alfred Lela, drejtori i komunikimit, por koleg i vjetët e gazetar në Partinë Demokratike, mirëmbrëma Lela. Tani si gjithmonë, Skënder, Minxhozi, mirëmbrëma Skënder, dhe Roland Begu, mirëmbrëma Begu. Flasim fillimisht për këtë debatin, sigurisht juridik, politik, kushtetues. Lela, sot Partia Demokratike e mbrojti temit edhe formalisht, duke sulmuar sigurisht, nuk e goditur nga pamja kushtetuese dekretin e presidentit të Republikës. Vërtet jeni të bindur që ky dekret është antikushtetues? Sa kohë shkel një nën të kushtetutës, është i tillë. Pra duket ajo që duket si mbrojtje ndaj Veliajt, nuk është as pak e tillë, po është mbrojtje ndaj një qytetari, një politikani, cila do qoftë cilësia, kur ndaj një qytetari, politikani, ndaj kujtdo shtetasit të Republikës së Shqipërisë i shkelen të drejtat, i hyet në hak, jo ligjërisht, Partia Demokratike si e të drejtave të njeriut, e themeluar si e tillë në 91-shin, histori fundi 90-s, histori të cilën edhe ti e di shumë mirë si protagonist dhe kronikan i ngjarjeve, kështu që nuk ka dyshime, është thjesht, po themi, është një katapultim i narrativës për ta bërë PD-n të duket si dikush i ka standarde dy fishta, e hedh në erë, po themi, në thonjza Velin, 44 javë protest, ne nuk themi që, ne jemi të qartë, ka qenë PD-ja që e ka shkarkuar Erion Velin, me rezistencën, me protestat, me padin në SPAK, me luftën e një grupi herë të vogël, herë mesatar, herë pak më të madh njerëzish që rezistuan aty në një vap që nuk të falte, dhe unë kam qenë pakën si jo protagonist, po spektator, kam qenë aty dhe e kam dëshmuar. Silva ka qenë më parë, po Silva tashmë është në anën tjetër. Kështu që Partia Demokratike është duke mbrojtur parimin. Atë parim që mbrojti edhe në rastin e Zotit Berisha. Zoti Berisha është vetë mbrojtësi një parimit kushtetutës. Shkoi në izolim, shkoi në burg,
Zoti Berisha mund të bënte fare mirë, të tërhiqej kur ishte betejë e tij edhe të ndiqej pa ta shmangte atë një vit izolim. Megjithëse ngjyrimet dhe tonet janë të tjera, thelbi është i njëjtë. Po shkelet kushtetuta edhe kundër qenit në thonjza, por në këtë rast qytetari dhe Erion Velia edhe nuk ka ndonjë habi këtu, pse PD-ja del dhe mbron qenin në thonjza Erion Velia, është duke mbrojtur një qytetar, X qytetar, çdo qytetar të cilit i shkelen të drejtë, s'ka rëndësi si e ka emrin, Erion, Sali, Sokol, Alfred e tjerë. Nga ana politike, pra Armiku nuk luftohet ne Partia Demokratike e ka armik politik. Jo, Partia Demokratike edhe sot e ka armik politik Erion Velin, për këtë nuk ka asnjë dyshim. Po kjo nuk do të thotë se e ka armik politik ta trajtoj përmes armiqësisë së kushtetues. Unë flas te temit e balancave gjërave, sepse sigurisht jeni totalisht 100% në drejtën e vet opozita, që kur shef çfarë bëhet e krau tjetër, patjetër që do merret me këtë punë. Problemi është në një moment caktuar duket se kjo balancë humbet, ndërkohë që ju duhet të thonë, okay, kjo po ndodh. Ky është në burg. Këta po e fusin burg, po zihen me njëri-tjetrin, hajde bëhemi gati që të fitojmë. Po duhet bëhesh me zotin president, nëse ne mendojmë, nëse Partia Demokratike mendon që ka shkelet qartësisht një neni kushtetues, duhet bëhesh me Begën. Në fundi ja ku jemi përballë dy armiqve politik. Pse duhet bëhemi me njërin dhe jo me tjetrin? Po ta kthejmë në matematikë fare të thjeshtë. Pse duhet bëhesh me armikun politik Begaj dhe jo me armikun politik Veliaj? Politik Begaj është fjalë e madhe thjesht sepse nuk e keni votuar. Jo për atë. Të gjitha vendimet janë një, po themi, të shkuarit pas hulliz, vijës, berihajt të qeverisë, apo jo? Pra kemi parë një Begaj, një president krejtësisht instrumentalizuar. Tani çfarë? Kur ky institucion e shkel kushtetutën, ne duhet zgjedhim mes dy armiqve? Jo, ne zgjedhim kushtetutën. Është më mirë me zgjedh kushtetutën se me zgjedh njërin pak më armik se tjetrin pak më shumë armik. Mendoj unë. Erlind, ti si e shikon këtë debat? E shikon në fokus të asaj që duhet të jetë debati politik sot, ndërkohë që jemi përballë një realitetit kryer, Tirana pa kryetar, temi jo e menaxhuar mirë gjatë këtyre 10-11 muajve të fundit? Tani, Lëvizja Bashkë ka protestuar disa herë kundër Erion Veliajt. Kemi kërkuar shkarkimin e Erion Veliajt të nesërmen e arrestimit të tij nëpërmjet këshilltares tonë në Këshillin Bashkiak Mirela Ruko. Kemi votuar pro shkarkimit të Erion Veliajt në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak dhe kemi votuar pro jo vetëm për bëmat e Erion Veliajt, po edhe për faktin se mendojmë që shkarkimi i tij ka qenë i drejtë dhe kushtetues. Thëm kjo, Erion Veliaj ka drejtën ta ankojë. Patjetër. Ta ankojë. Nuk diskutohet. S'ja ndalon dot askush, as nga burgu, as i dënuari me vdekje, nuk i ndalon dot njeri të drejtën ta ankojë. Edhe sipas një nenit kushtetutës aty, të paktën një lexim të parë, se nuk jam konstitucionalist, domethënë. Në momentin që dikush ankohet, vendimi pezullohet. Derisa të marrë një vendim përfundimtar gjykata kushtetuese. Tani presidenti i Republikës ka nxjerrë një interpretim tjetër, sipas cilit do të shkon në gjykatën administrative. Nuk është punë për gjykatën kushtetuese, por është punë për gjykatën administrative. Dhe mua këtu më duket sikur presidenti i Republikës ka marrë kompetencat e gjykatës kushtetuese, është gjykata kushtetuese ajo që duhet marrë vendimin nëse ankesa e Veliajt është për të apo është për gjykatën administrative. Dhe gjithë kjo na fut në një qorsokak kushtetues. Unë nuk jam konstitucionalist vetë, por i dëgjoj të gjitha argumentet. Ku e domosdoshme është që gjykata kushtetuese të shprehet një orë më parë. A ka mundësi nesër? Pra, Erion Veliaj sot është ankuar gjykatën kushtetuese për dekretin e presidentit. Unë mendoj që gjykata kushtetuese do ta shoh si detyrë edhe kushtetuese, edhe patriotike, që të shprehet një orë më parë për ankesën e fundit. Pastaj le ta trajtoj në thellësi sa kohë duhet shkarkimin e Erion Veliajt. Por ankesën e dytë të Erion Veliajt, që dekreti i presidentit është i paligjshëm apo antikushtetues, duhet ta shqyrtoj një orë më parë, sepse ne rrezikojmë të hyjmë në një proces zgjedhor ku, ç'o them unë, 5 ditë para zgjedhjeve mund dalë gjykata kushtetuese dhe thotë analizim loje. Çfarë kuptimi ka? Çfarë kuptimi ka? Dhe unë do doja shumë një njeri nga gjykata kushtetuese të na thoshte nesër se kur do ta trajtojë gjykata kushtetuese dekretin e Begajt. Dhe pse jo në mënyrë urgjente, qoftë nuk do jetë urgjente. Sepse pasojat do të jenë shumë të rënda, dhe nga pikpamja e sigurisë juridike dhe nga pikpamja e jetës politike në përgjithësi. Ne paguaj gjykatës që ka një punë goxha
të respektuar edhe goxha të mirë shpërblyer, dhe ky është rasti që ata ta bëjnë detyrën e tyre dhe të shkojnë përtej opinioneve. Se unë mund të kem opinion, është antikushtetues, dikush tjetër mund të ketë opinionin që është kushtetues. Por këtë gjë nuk e ndaj as unë, as ai që është në anën tjetër. Duhet ta ndaj gjykata kushtetuese. Momentin që e ndan gjykata kushtetuese këtë punë, debati pastaj është thjesht filozofik. Nuk është më debati mirë fill. Gjykata kushtetuese i jep drejtim kësaj pune. Pra, qoftë se dekreti është i vlefshëm, zgjedhjet janë në 9 nëntor. Ne nga pikpamja politike duam që zgjedhjet mbahen një orë më parë, pa diskutim. Por ne na duhet një vendim i gjykatës kushtetuese që ta sqarojë kushtetueshmërinë e këtyre veprimeve. Nuk mund të shkojmë verbrisht, të ecim përpara verbrisht. Ti mendon kështu, unë mendoj ashtu, edhe thjesht pastaj të jenë llogaritë politike ato që vendosin se si do të procedojnë aktorët politik. Duhet të ketë qartësi. Dhe qartësia duhet të jetë e plotë. Dhe njëherë, gjykata kushtetuese ka 2 vendime për të marrë. Vendimi urgjent është ky i dekretit të presidentit, pastaj vendimi tjetër është shkarkuar, së shkarkuar, nuk e di sa kohë do. Skënder? Sogol, është e rëndësishme të kujtojmë që në momentin aktual fokusi është në procedurë. Dhe kur fokusi është në procedurë, të gjitha palët kanë drejt të flasin. Që do të thotë, nuk gjykohet Erion Velia, po gjykohet mbi fatin e tij personal dhe fatin edhe të Bashkisë Tiranë, gjykohet sovraniteti, pavarësia, imazhi dhe, si të thuash, dhe nderin, thojza, i gjykatës më të lartë që kemi në vend. Kujtoj